46 vjeçaria gjendet pa shenja jete para spitalit në Itali në kërkim partneri i saj shqiptar. Një 46 vjeçare është gjetur e pa jetë në orët e para të 16 gushtit përpara spitalit në Trebisake në provincën e Kozencës, Itali. Viktima është identifikuar si Ornella Fara Stefano. Sipas informacioneve paraprake, gruaja ishte dhunuar rënd dhe kishte marrë plagë serioze, të cilave nuk mundi t'i mbijetonte edhe pse mori menjëherë ndihmë mjekësore. Në lidhje me ngjarjen, autoritetet italiane janë vënë në kërkim të partnerit të saj, një 42 vjeçar shqiptar, vendodhja e të cilit nuk dihet. Karabinierët po hetojnë për zbardhje në rrethanave të ngjarjes, ndërsa nuk përjashtohet as pista e feminicidit.